Tre shtetas shqiptar janë dënuar me burg nga drejtësia franceze, pas një sër vjedhjesh të kryera në zonën e Francës jugore. Vendimi u dha të martën më 6 janar nga gjykata penale e Toulouse-s, e cila e shpalli fator 3 persona të moshës 46, 36 dhe 33 vjeç për një aktivitet kriminal të shtrirë në rajonin e Occitanis. Ngjarjet për të cilat ata u dënuan kanë ndodhur në periudhën 24 nëntor 2 dhjetor, duke përfshirë disa departamente dhe duke treguar një skem të organizuar vjedhjesh me lëvizje të vazhdueshme. Aktiviteti nisi në Haute Jarone, konkretisht në komunat Belbze de Lauragais dhe Donneville, për të vijuar më pas në Tarn, në qytetin Galiak, dhe mëtej në Tarn de Jaron, në Kuseid. Treshja përdorte një apartament Airbnb në Muret si bazë qëndrimi dhe organizimi. Më 24 nëntor, ata u nisën drejt zonës së Lauragais, ku brenda një rrezeje prej vetëm 4 kilometrash, hynë me thyrje në disa banesa. Gjatë këtyre vjedhjeve, u vodhën kryesisht bizhuteri dhe para në dorë, por edhe sende të tjera personale, mes tyre një çantë udhëtimi dhe një palë AirPods. Pikërisht këto pajisje elektronike, falë sistemit të gjurmimit, i dhanë gjandarmërisë një avantazh vendimtar në hetim. Hetuesit arritën të identifikojnë automjetin, vendqëndrimin dhe linjat telefonike të dëdyshuarve. Më pas në makinën e tyre u vendos një pajisje geolokacioni, duke lejuar ndjekjen e lëvizjeve të tyre në kohë reale. Edhe pse në vëzhgim, tre shqiptarët vazhduan aktivitetin kriminal, më 1 dhjetor ata kryen vjedhje të reja në Galiak, ndërsa të nesërmen vepruan në Kuseid, duke e zgjeruar bilancin e veprave penale. Pak orë më vonë ata u arrestuan në flagrancë nga gjandarmëria, pas një operacioni të koordinuar nga brigada e hetimeve. Gjatë arrestimit më i madhi nga të treu përpoq të mashtronte autoritetet, duke paraqitur dokumente identitetit të rreme, ndërsa rezultoi se ai kishte edhe ndalim hyrjeje dhe qëndrimi në Francë, si pasojë një dënimi të mëparshëm penal. 2 të tjerët u akuzuan gjithashtu për pengim të hetimeve. Njëri refuzoi të jepte kodin e aksesit të telefonit celular, ndërsa tjetri e shkatërroi pajisjen për të shmangur kontrollin. Në sallën e gjyqit më i madhi nga të pandeurit mohoi përfshirje në vjedhje, një version që u mbështet edhe nga 2 bashkëpunëtorët e tij. Megjithatë, gjykata vlerësoi se sjellja e tij dhe provat teknike tregonin për një rol aktiv në organizimin e veprimeve kriminale. Edhe pse në disa pamje filmike shfaqeshin vetëm 2 persona, u theksua se zakonisht një i tretë qëndronte jashtë banesave për të vërejtuar situatën, ndërsa disa sende të vjedhura u sekuestruan, bizhuteritë nuk u rikuperuan. Sipas njërit prej të pandeurve, ato u hodhën gjatë arratisjes, ndërsa prokuroria deklaroi se në banesën e tyre u gjetën rreth 1000 euro, të cilat dyshohet se vinin nga rishitja e sendeve të vjedhura. Në përfundim, gjykata dënoi më të madhin nga të akuzuarit me 4 vite burg të prerë dhe ndalim të përhershëm të territorit francez. I riu u dënua me 2 vite burg dhe ndalim hyrjeje në Francë për 10 vjet, ndërsa personi i tretë pa precedent penal u dënua me 1 vit burg dhe ndalim qëndrimi për 10 vjet.